shiqo, vetëvendosjen ne nuk e kemi përjashtu, po tu e pas që aja nuk ka pas një gatishmërin të bashkëpunoj nevojën më të madhe kur e ka pas Kosova, mendoj se aja e ka hub këtë mundësi bashkëpunimin nga ana jonë. Dhe derisa të shohim që ka një qëndrim më pozitiv si për zhvillimin e Kosovës, si për marrëdhëniet ndërkombëtare me miqtë tanë, ne mendoj që nuk ja vlen ose nuk duhet të kemi një parafri me lëvizjen vetëvendosje. Ndërkohë me subjektet e tjera? Me subjektet tjera ne do të përpos me listën serbe ne me të tjerat mendoj që do të jem të hapur dhe koalicioni ose institucionet e Republikës së Kosovës do të vinë nga koalicionet e Partisë Demokratike me aleat tjerë që kanë qenë opozitë. Mund të krijohet një qeveri stabile në këtë formë siç po kërkon edhe faktori ndërkombëtar? Mendoj që zgjedhjet e tanishme të 10 orët do e krijojnë do e ndryshojnë numrin e ulseve në kuvendin e Kosovës dhe do e ndryshojnë përqindjen e partive politike, të e pa që partitë opozitare kanë marrë një qëndrim jashtëzakonisht korrekt dhe një qëndrim në interes të vendit dhe qytetarëve të Kosovës. Kështu që mendoj që do të dinë të vlerësojnë atë që ka prolongu dhe ata që ja kanë dhënë mundësinë Kosovës për të ketë institucionet me kohë. Si keni pritshmërit nga këto zgjedhje? Ne me motjet që i kemi bërë dhe që presim edhe nga përkrahjet që i shohim nga qytetarët, mendoj që Partia Demokratike e Kosovës do të jetë fituese e këtyre zgjedhjeve që do ja japim qeverinë e Kosovës, do e përbëj ose do e krijoj Partia Demokratike me aleat që kanë qenë opozitë.